Mbrëmja e sotme nuk është e zakonshme për kombëtaren ton, është një betejë që mban peshën në një ëndër të madhe, kualifikimin për në Kupën e Botës. Përballë qëndron Polonia, një kundërshtar me emër, eksperiencë dhe potencial financiar më të madh, por gjithsesi nuk është i pathyeshëm. Në mars do të vdesin në fushë për të marrë fitore dhe për të shkuar në botror. Në fakt nuk janë fjalët e Silvinjos para ndeshjes, por të trajnerit të Kosovës Foda, i cili 4 muaj më parë dha këtë deklaratë që na shkon për shtat dhe ne. Si strategu i Kosovës, edhe për ne duhet të jetë i njëjtë mentalitet, të kalojmë fillimisht hapin e parë drejt Kupës së Botës. Me mungesa por me grup solid. Nuk vim ndoshta në momentin ton më të mirë, me mungesa të rëndësishme si Rej Mamaj, Daku apo Medon Berisha, gjithsesi elementet nuk na mungojnë. Kombëtare shqiptare vjen në këtë përballje me një frymë të re dhe një grup futbollistë që kanë eksperiencë në kampionate të rëndësishme. Emra si Kristian Aslani, Ernest Muçi apo Anis Mehmeti përfaqësojnë një brez që nuk ka frikë nga emrat e mëdhej. Disiplina taktike dhe loja në grup janë armët kryesore të kësaj skuadre, të ndërtuar për 3 vitesh nga Silvinjo, i cili po bën një punë fantastike. Megjithatë, sfida më e madhe mbeten mungesa e thellësisë në stol. Ndryshe nga kundërshtari, Shqipëria nuk ka luksin e një rotacioni, çka do të thotë se çdo lojtar në fushë duhet të jap maksimumin, pa luhatje. Rivalet me cilësi, për nën presion. Nga ana tjetër, Polonia vjen me statusin e favoritit. Skuadra e tyre ka një përbërje të mbushur me futbollistë që aktivizohen në ligat kryesore të Evropës. Në mbrojtje spikat Jakub Kivior, ndërkohë që në mesfushë spikat Meti Kesh, i cili jep goxha rendiment mesfushës. Pike Dobët, ndoshta është në sulm. Lewandowski, 38 vjeç, nuk ka më atë freskinë e dikurshme, ndërkohë që emrat e tjerë luajnë në ekipe të pak të njohura apo nuk kanë shumë minuta. Për polakët, statusi i favoritit mund të kthehet në presion. Çdo rezultat tjetër përveç fitores do të konsiderohet dështim dhe kjo mund të ndikojë në qetësinë e tyre gjatë lojës. Por cili do të jetë formacioni i mundshëm? Silvinja ka pasur 3 ditë në dispozicion për të përgatitur skuadrën dhe pritet që në takimin e sotëm të bëjë surprizën në formacion. Në port pritet të jetë Strakosha, i cili do të ketë para tij 4 mbrojtës. Në të majtë do të luajë Mario Mitaj, në të djathtë Hysaj, ndërkohë që qendra do t'i besohet sërish dyshes, Gjimshiti Alin Ajeti. Në mesfushë Aslani dhe Shehu janë titullar të padiskutueshëm, ndërkohë që pritet të konfirmohet dhe Qazim Laçi. Në të djathtë sulmit do të jetë Mirtu Uzuni, ndërkohë që në të majtë pritet Arber Hoxha. Në qendër të sulmit këtë herë me shumë mundësi do të jetë Bajrami si nën shfalës, por gjatë sfidës mund të alternohet dhe me Uzunin. Kjo përballje pritet të jetë një luftë taktike. Shqipëria ka gjasa të mbështetet te një strukturë kompakte, duke mbyllur hapësirat dhe duke kërkuar kundërsulmin. Chelsea pritet të jetë menaxhimi mesfushës dhe aftësia për të ndalur ritmin e polakëve. Polonia nga ana tjetër do të kërkojë të kontrollojë topin dhe të imponojë ritmin e saj. Lëvizjen në krah dhe goditjen nga distanca mund të jenë armët e tyre kryesore, ndërkohë që arma jon me shumë mundësi mund të jetë kundërsulmi, ashtu siç bëm dhe ndaj Serbisë. Në letër diferencat janë të dukshme, si në vlerë tregu ashtu edhe në eksperiencë, por futbolli nuk luhet me shifra, ai luhet me zemër, sakrifizë dhe besim. Për Shqipërinë kjo është një mundësi për të shkruar historinë. Një fitore të tishtë jo vetëm një hap drejt botrorit, por edhe një mesazh i fortë se kjo skuadër është gati të sfidojë çdo barrierë. Në fund gjithçka do të vendoset në fushë, dhe nëse ka një gjë që kjo kombëtare ka treguar, është se ditë të luftojë deri në sekondën e fundit. Sonda nuk është vetëm një ndeshje, është një betejë për krenari, për ëndër dhe për histori.